Këto janë plagët e emigrimit, si që pat vetë dërë të mëllëra të kyçera. I nisëm fëmijët me dur tona, e sot në kthejnë Markival. Tani, sa duhet flasim në për këtë familje? Kjo ka qenë familje më e rregull, familje më e mirë e fshatit, për këtë tragjedi që në ka rënë, jo vetëm fshati, por gjithë zana, gjithë Shqipëria është zi për këtë pjesë. Çfarë duhet më thënë më tjetër në për këtë? Jemi shumë të shokuar për këtë ngjarje që na ka ndodhur. Jemi të rënditur nga ngjarja që kemi marrë vesh. Në ka keq, jemi fshim, të kemi fshatarin tonë, kemi shku mirë. Është një tragjedi e madhe për këtë familje. Sidomos për fëmijët, për të gjithë të katës të familje. Është gjë e madhe, e rëndë për ne. Edhe si fshat, por edhe familja atyre mori fund. Kanë qenë rapuntor, hallexhi. Bidës jati ka vdek, se ka pas të jatin, dhe që më thamë nga ata. Jati ka qenë burri mirë, elektricist. Ka gjithë dhe ka rritë me sakrificat të fëmijët. Ja, tragjedia që në i mori jetën, që t'i bëjmë. Punë të Zotit, atyra, së di që të thosh. Kjo është për mu, ngushëllimi e familjes, që t'i thëmë të një. Tragjedi i gjatit i fshatit tonë, ne jemi gjithë të shokuar. Jo vetëm fshatit jonë, por gjithë Shqipëria të këtë zi e madhe. Të të famë edhe që nuk kemi as fjallë të krasë. Këti fshati, kjo ngjarje si ka radha një herë, kur nuk ka baba ki. Për kaq vite sa më nuk ka baba ki të bje këti fshati. Vitet tim ne nuk kemi ndjuar. Çfarë do flasim më? Jemi shumë të shokuar. Jemi të shokuar nga kjo tragjedi që ka ndodhur fshatin tonë, dhe jemi nuk gjejmë dot fjalë që të shprehemi. Ka qenë një familje e mrekullueshme, një familje e shkëlqyer, gjithmonë duke pa punën e vet, në sajt e emigrimit emigruan në Itali, edhe sot humbën jetën në mënyrë tragjike. Fillimisht kanë emigruar në Greqi, bashkëshorti, pastaj emigruan në Itali, kanë 3-4 vite që ne atje emigruan në Itali, ndërtuan jetën atje me familje, ishin të përfitëri, taku, bisedu, ikën e sot presim. U prefshin paqe, edhe qatë t'i havën më atë, kur unë si drejt do të më. Se unë e kam qytet, e kam shpirë të shumë, vojta kapa kyqin, edhe hapa ka që o zotë i mahës, o zotë i mahës, që nuk kemi qatë i bëjmë atëre. Atëre, zotin e në paqe, familjen e ka keq. Ai keq s'ka ku thema, një familje mrekullueshme, një familje e rregull, por fatkeqësi atyre. Shumë të mirë si familje. Familje rregull. Familje rregull, punë të vetë, në hall të vetë. Po thaj, sidomos aja nanë për ato fëmijë, shtrëtëru jashtë mase. 3 vjet, 4 vjet nuk e di gjë tillë, se s'pi më men se kur vet janë, kanë qenë shumë familje mirë. Na ka ardhur shumë keq për atë familje. Shumë keq, edhe për atë nanë, se si ka rritë të shkreta. Vetëm i rriti. I shoqja ka lanë shumë shpejt, ka ikur. Shumë keq. Ja, mas njerëzve, na mori një nipi imani në Italia, kështu i teze, tha. U tronditëm shumë keq, shumë. Shumë keq na ka ardhur. Shpirti e tyre di, se si e ikën. Po kanë qenë për vitri, i taku, edhe si ku thaj refugjatët, i dham dorën, i takumi, i respektum njëri tjetrin, mirë, nejtën ai muj këtu si për festat edhe ikën. Shumë mirë, si njerës. E kemi vllaznin ton, po jemi shumë të kënaqëm, edhe sa që jenë këtu, shkojmë, vijmë, nuk ishim në një që e sa i tujtë mos na folën, jo, ishin punëtorë, shikoshin hallin e vet, shumë të mirë, për ne. Tjetër pse në kërë? Kam marrë ta hohën. Në foto. Kjo është fija. Ditë të kita kashka.
Unë tregonin këto që në vitërita kanë qenë... Na që sot i presim merke bën. Që u rrit jetimi i jati i vdiqëri. Ai kanë lanë jetimi. Vdiqëri i jati dhe Edhe një dha tjetër atje është... Po,